Ndërkohë që na ndajnë edhe 2 ditë nga finalja e madhe e Big Brother VIP Albania 4, tensionet mes finalistëve po bëhen gjithnjë më të ndjeshme, veçanërisht në çiftin që ka tërhequr më shumë vëmendje gjatë këtij edicioni, Gjesti dhe Egli. Në ditët e fundit të qëndrimit në shtëpi, duket se mes tyre ka shpërthyer një acarim i papritur, i cili nisi nga një situatë e thjeshtë, një masazh. Gjatë një momenti intim, Egli po përpiqej t'i bënte një masazh Gjestit, por veprimet e saj duket se nuk i kanë pëlqyer as pak konkurrentit nga Kosova. Acarimi i tij u shfaq menjëherë duke i drejtuar fjalë të forta Eglit. I bie pishman që të kam njohur, shumë jam pishman që të kam njohur, me ty as jashtë, as brënda, as kur gjo, dhe sa po të dal, blok do të bëj, sepse ti një masazh të thash të më bësh dhe u zgjove të bësh filma. Reagimi i Eglit ishte po aq i drejt për drejt, duke i kthyer fjalët me një akuzë të rëndë për mungesë edukate. Je djali më i pa edukat që kam njohur. Ky shkëmbim fjalësh i tensionuar ka habitur edhe shikuesit që i kanë parë gjithmonë si një ndër çiftet më të qëndrueshëm brenda shtëpisë. Pavarësisht debateve të her pas hershme, Gjesti dhe Egli kanë kaluar bashkë gjithë rrugtimin në Big Brother VIP Albania, duke ndarë momente emocionale, mbështetje reciproke dhe përjetime të forta. Megjithatë, ditët e fundit të izolimit dhe stresi i afërsisë me finalen duket se përndojnë mbi raportin e tyre. Ende mbetet për t'u parë nëse ky është thjesht një shpërthim momental apo sinjali një krize më të thellë mes tyre.